E ka kërku më ke shpella, a ka kërku ke shpella, ka thënë du se gjini napër. Ashtë do. Kena mbyll pra, ka që ishtë. Të kuptova. Bëj qatë dush. Nuk të përdori do t'ju mërzit shumë. Pa i kësë Nuk dole një loj me këta tjerë. Shqipun dhe tuja se s'du me folë. Nuk përdori do. Ndiz mikrofonin. A i ka tru, nuk është patru. Qa që? Ta përdori është ti. Ka mund dhe ti. Po ti qa kjeti? Unë kam të mirë. Po mbaj për vete. Unë doaj 28.000 lekshin. Në 28.000 lekshin ti? Pa. Atë që thoje ti, te Kristi, kujdes me dorët që tash, kujdes me dorët, 28.000 lekshin që ti kërkoje Kristin. Po mbasi të kesh kontribuar për shpinë, sepse buxheti nuk është 1 milion lekë sa radhe. Pse ja kërkove ti Kristit të gjë? Mbajtë njëjtin standard. Mos më thuaj mua hik, mos më thuaj. Se je shoqëria e çestit tani. Kështu je, ja ke lejuar vetes të brenda. Turp të vibe, ja ke lejuar vetes të brenda. S'do të kisha folë kur me atë gjë. Ky. Po kështu e. Ja ke lejuar vetes. E ke edhe mik të gjë. Ja ke lejuar vetes. Ke edhe mik, shoku i çestit. Ja ke lejuar vetes. I çestit ke lejuar. Ja ke lejuar vetes të gjendesh nga ato persone. Duaj 28.000 lekë. Do kontribosh për shtëpi. Po pse? Do kontribosh për shtëpi se jeton këtu brenda. Po do kontribuoj me gjërat e mia. Po do kontribosh. Po gjërat e tua pastaj çfarë duash ti? Pse ja kërkove Kristin? 18.000 lekë është komplet e jotja. Pse ja kërkove Kristin? Sepse s'doja ti bënte cigare siç do t'i bësh ti gjitha. Prandaj ja kërkova. Edhe kur ja kërkova, po unë s'do t'i bëj cigare, mon. Shumë mirë. Se unë s'kam ardhur për të kërkuar cigare. Unë aty